me shkaktu krizën, që me orë si shërusi e thojnë shpesh ta thyn komën edhe paraqitesh si doktor për me ta shëru. Që ty me ma ditë për nderë që po ta shëroj komën që ta këmë thuj vetë. Krizat e kontrollume të vazhdueshme që me e mojt shoqërinë në tension, edhe me e mojt në tension të pa qenë realisht. Më thonë, si kriza politike na s'kemi pas përpara është e njëjta kushtetutë. Nuk na ka ndodhur përpara me qunë një kandidat 60 herë në votim. Jo pse s'kan ditë ata me qitë 60 herë, po është pak si edhe pa logjikshme bre. Me pyet edhe një njeri në qytet, nëse s'ka lënë një person 60 herë, a duhet me qitë apet, besoj thot, mas 3 herë është mirë mos me qitë mo. Këta lider me karakteristikat kurtit, populista, autoritar, e qojnë, domethënë, kushtetutën në limitet e tyne. Domethënë, hapësirat minimale edhe ato që më thonë që nuk janë decisive të shkrume, këta tentojnë me i rishkëru, me i testu, me i ballavaçu që me met qytetarin me një krizë, cilët nuk e kuptojnë as pse është në atë krizë. E ai që e shkakton krizën, mas ne e ka më të fortë rrëfimin sepse ti je shkaktari, ti e ki planin, qysh me shkaktu krizën, rrjedhimisht paraqitesh si zgjedhës i kësaj krize. Te puna e veriut. Sot e kemi një dokument që është draft asociacioni i komunave me shumicë serbe. Deri para ardhjes kurtit nuk kemi pas draft asociacion. Më thonë, ka qenë një farë obligimi në pika të gjëra, edhe një temë praktikisht... Draft është i drafti propozuar nga BE-ja, por i papranuar nga qeveria e Kosovës. Jo, në rregull ajo, s'është i pranuar, mirë po nëse e shohim në rrugën e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian, është decisive që drafti asociacionit duhet me u qunë kushtetuese. Nuk ka diskutim që ka me u bo një draft tjetër. Ajo është dokument që BE-ja ty ta ka lënë te dera, ty mundesh me zgjedh me pranu ose jo. Këto pe kuptoj. Mirë po rruga që ka ardhur ai dokument i gatshëm, jo i shkruar prej nesh, se ka pas më shkruar prej nesh nëse ju kujtohet drafti. Nuk e kemi shkruar na, e ka shkruar dikush tjetër për ne, edhe sot e kemi aty të servuar, edhe tashmë nuk jemi në kohën kur na mujmë me thonë, jo më falë pianisi për shkryjën edhe njëherë. E kjo për mua është dami që ju ka shkaktu Kosovë